shoqërore të hedhë dritë mbi rrethanat e kësaj ngjarjeje të rëndë. Fansat e reality show janë shprehur të tronditur në rrjetet sociale, ku lajmi është përhapur me shpejtësi të madhe. Shumë prej tyre kanë publikuar mesazhe ngushëllimi dhe kujtime nga momentet që ajo kishte kaluar brenda shtëpisë së Big Brother Brasil, ku ishte bërë shumë e dashur për publikun. Gjatë qëndrimit të saj në program, ajo ishte shuar për personalitetin energjik, debatet e forta dhe momentet emocionale që kishte ndarë me banorët e tjerë. Pikërisht këto momente e kishin bërë një nga personazhet më të komentuar të sezonit. Pas daljes nga shtëpia, ajo kishte filluar të ishte shumë aktive në rrjetet sociale, ku ndante shpesh momente nga jeta e saj personale dhe profesionale. Shumë fansa e ndiqnin dhe prisnin projekte të reja që ajo kishte paralajmëruar. Prandaj lajmi për vdekjen e saj ka shkaktuar një valë të madhe reagimesh në internet. Mira komente dhe postime janë publikuar brenda pak orësh, ku ndjekësit